Këtu mendoj që çështja Veliaj ndahet në atë që unë po e quaj pjesa penale apo dimensioni penal që lidhet me akuzën e ngritur dhe çështjen që pritet të nisë shqyrtimi tashmë në gjykatë. Dhe pjesa tjetër që edhe pse implikohen institucione si Këshilli Bashkiak, Këshilli i Ministrave, Gjykata Kushtetuese, Presidenca, unë po e quaj dimensioni politik, sepse në këtë dimension ka më shumë politik se sa legjislacion, se sa institucione që funksionojnë në bazë të kushtetutës e kështu me radhë. Dhe në këtë pikë besoj që ka shumë për të folur, ka shumë për të thënë, nisur nga momenti se si u ndërmor iniciativa e Këshillit Bashkiak, e cila nuk ishte iniciativë e vetë Këshillit, pasi më herët kishte patur kërkesa nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike, këshilltarëve të Partisë Demokratike, kishte patur kërkesa nga këshilltarë të opozitës, po të partive më të vogla, dhe që nuk ishin konsideruar. Pa gjithçka nisi nga një qëndrim, deklarat, kërkes, urdhër, ta quajmë si duam, e kryeministrit, i cili në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste, ndërsa prezantoi qeverinë e re, shpalli edhe garën për Bashkinë e Tiranës duke prezantuar kandidatën për bashki. Që bëri fakt kryer që ky është kërkuar. Do me thënë, që këtu filloi ngarkesa politike e çështjes, pasi në një farë mënyre do të nisë në kundërta. Do të thotë që duhet shkarkohet njëherë kryetari i bashkisë, krijohet vendi bosh për kryetar bashkie sipas asaj që parashikon ligji dhe pastaj prezantohen kandidatët e mundshëm për ta zënë këtë vend. Në këtë rast nisi nga e kundërta, u prezantua kandidati duke i marrë të mirëqena të gjitha proceset e tjera. Dhe kjo pastaj u pasua nga një mbledhje e shpejtë që është interesante edhe ky këndvështrimi që përse funksionojmë kështu ne në aspektin institucional, që nëse nuk është i pari, fillojnë dhe e shkrehet puna. Në një farë mënyre do të ishte e kundërta, institucionet nuk funksionojnë për llogari të drejtuesit. Padyshim, drejtuesi është shumë i rëndësishëm sepse ai është jo thjesht menaxheri, por është lideri, është udhëheqësi, është mentori, është ai që prodhon ide, ai që frymëzon të tjerët që kanë. Por polici ke post bloku duhet vazhdoj të punoj, është apo nuk është kryetari, është apo nuk është ministri, është apo nuk është kryeministri. Por për fat keq, gjërat, punët, iniciativat përqendrohen në duart e një individi dhe këtu besoj që ka të bëjë me egon e individit. Për të treguar që kjo gjë ndodh sepse jam unë, këto punë bëhen sepse jam unë. Në rastin e Bashkisë Tiranës, kryetarin e bashkisë e kishin prezent, ai kapte lopatën, ai mbillte pemë, ai bënte një hapesh, një puset kur ishte bllokuar nga shiu, dhe kjo nuk kuptonte që këtu gjithçka bëhet sepse është kryetari. Dhe në momentin kur nuk është kryetari, e vërteta është që bashkia ka nevojë për një kryetar. Por nga ana tjetër, dhe kjo gjë funksionon edhe në nivel kryeministri. Imagjinoje të mos tjetë qeveria pa kryeministrin, do filloj që tek roja institucioni do filloj të demotivohet për të qenë në punë, sepse kryeministri është ai që del në mëngjes, i jep udhëzimet në televizor, i jep në podcastin e tij do bëhet kjo, do bëhet ajo, s'ka nevojë për mbledhje qeverie, bile si deklaron ai përpara dhe pastaj mbledhet qeveria ta shndrojë në akt atë që ai ka thënë në televizor. Nguti politik mendoj ishte më i madh se sa nguti administrativ, pra nevoja për të patur një kryetar legjitim të bashkisë. Dhe këtu besoj që nguti vinte për shkakun se
në Shqipëri do mbaheshin zgjedhjet e pjesëme vendore, s'kishte ku shkon se ishin 6 bashki pa kryetar. Dhe Tirana do duhet bashkohej me këto, se s'kishte sens që të bëshin zgjedhjet në Vlorë, Berat, në Mate, ku tjetër, Tepelen, Cerrik, dhe të mos mbaheshin në Tiranë. Dhe të gjitha këto bën paketë. Por këtu pati një përpjekje për të anashkaluar institucionet, ligjin, kushtetutën, dhe mendoj që kjo vjen jo nga padia. Kishte njerëzit ishin gati të vinin bas, për shembull, që Velia, edhe unë kam qenë njëri ndër ata, nuk do ta ankimonte vendimin e Këshillit Bashkiak dhe të Këshillit Ministrave, sepse duke sikur Rama e kishte quajtur çështje të mbyllur, fakt të kryer. Sepse të gjithë thanë, mos vallë nuk e di kryeministri dhe stafi i tij që kjo çështje mund ta ankimohet në gjykatë kushtetuese? Patjetër që e di. Atëherë përse nxitoi, përse e bëri këtë punë brenda pak ditësh, u mblodh Këshilli Bashkiak, votoi ashtu siç votoi, pastaj shpejt në Këshillin e Ministrave votoi. Dhe gjithkush mendonte që kjo është një gjë e kryer. Pastaj erdhi dekreti presidentit, edhe ai shpejt. Dhe mbriti tek pika e vlimit, përballja mes gjykatës kushtetuese, pastaj edhe presidentit, që këtu mendoj që është një çështje sërish politike, por edhe përplasje institucionesh. Unë personalisht nuk do fajsoja kryeministrin, të paktën në këtë rast, por përgjegjësia është atij që hedh firmën, siç është përgjegjësia atij që hedh firmën edhe një në punësi të thjeshtë, padyshim është përgjegjësi jo vetëm administrative, jo vetëm ligjore, por mbi të gjitha morale dhe kushtetuese e kreut të shtetit. Është në punësi më i lartë i një shteti. Dhe në këtë drejtim, presidenti do mund apo kishte rastin për të treguar që nuk është thjesht një në punës e shtetit, por është edhe një gardian i kushtetutës, ashtu siç parapëlqejmë ta quajmë ne kreun e shtetit. Hedhja e firmës tij, siç ishte ai dekretit për qeverinë, duke dekretuar edhe një ministër jo human, por një nocion teknologjik. Pastaj edhe zgjedhjet në Tiranë s'bën asgjë përveç se konfirmuan që presidenca e zotit Begaj do të mbahet mend si presidenca më e dobët, më e shpërdoruara politikisht, mund të mbahet mend presidenca e Ilir Metës. Por unë mendoj që është edhe më keqe presidenca e një kryetari shteti tërësisht jo të përgjegjshëm, të nënshtruar, të ku firma e kryetarit shtetit duket një gjë fare modeste. Reagimi kushtetueses nuk ishte thjesht, mendoj unë, një përpjekje për të vënë në vend kushtetutshmërinë e një akti, apo për të korrigjuar një shkelje. Votimi në blok i të gjithë trupës së gjykatës kushtetuese ishte më shumë se sa kaq. Ishte një përpjekje për të treguar që ajo që kishte ndodhur ishte flagrante. Ishte një përpjekje, le ta quajmë edhe kështu, për t'ia përplasur suratit, zyrës së presidentit, atë që kishte bërë. Sepse nga debati bëhet apo jo ankimimi në kushtetuese, sepse kishte interpretimin që ku ishte mbështetur në fakt. Edhe argumentimi ligjor i aktit të presidentit, ankimimi duhet bërë në gjykatën administrative, sepse vendimi i Këshillit Ministrave është një akt administrativ dhe kundërshtohet një gjykatë administrative. Ndërkohë që gjykata kushtetuese e kishte pranuar ankimimin dhe afërfe kjo çonte në detyrimin e çdo institucioni për të pezulluar veprimet e tjera derisa kjo çështje të zgjidhej në formën finale. Në këto kushte, pra, mendoj që votimi apo vendimi i kushtetueses ishte një përpjekje për të treguar forcën, për të treguar vendosmërinë e kësaj trupe dhe për të thënë që ka një vijë të kuqe që nuk duhet shkelur.
Gjykata kushtetuese mund ta legjitimojë vendimin e qeverisë. Tashmë duke e rrëzuar pretendimet e Veliajt, por ajo që bëri me dekretin e zgjedhjeve ishte një përpjekje për të treguar që ka një vijë para të cilës gjithsesi do duhet ndalur. Jemi përballë hipotezave, dhe hipotezat janë vetëm dy. Fakti është që në datë 9 nuk do ketë zgjedhje në Tiranë, ndryshe nga bashkitë e tjera. Në datë 30, Gjykata Kushtetuese do të marrë në shqyrtim padin e zotit Veliaj, i cili kundërshton vendimin e Këshillit të Ministrave. Tani ka dy alternativa. Do ta quaj të drejt ankimimin e zotit Veliaj dhe do rrëzoj aktin, do rrëzoj vendimin e qeverisë. Këtu pastaj loja hapet nga e para, zoti Veliaj do vazhdoj të jetë kryetari legjitim i Bashkisë së Tiranës dhe sipas juristëve konstitucionalist, zgjidhja është vetëm njëra. Ose do pritet fundi i mandatit, ose qeveria do duhet gjejë një argument tjetër për ta shkarkuar, sepse deri tani Veliaj është shkarkuar me argumentin se ka munguar më shumë se 3 muaj në ushtrimin e detyrës, dhe debati është që unë ka munguar jo me dëshirën time, por sepse jam i detyruar të qëndroj në një masë shtrënguese që nuk më lejon të shkoj në punë. Nëse Gjykata Kushtetuese e rrëzon pretendimin e Veliajt dhe e quan të drejtë vendimin e Këshillit të Ministrave, atëherë, sipas juristëve, do duhet që KQZ-ja të drejtohet sërish presidentit dhe procedura të rinisë nga e para dhe pastaj tjetë ai afati kushtetues dhe gjasat janë që zgjedhjet të mos mbahen brenda këtij viti. Por që, thash, këto janë dy hipotezat e mundshme në këto kushte. Zoti Veliaj nuk është kryetari vetëm i bashkisë në Shqipëri që ka probleme aktualisht. Ka patur kryetar bashkie të tjerë që janë arrestuar, janë dënuar, janë shkarkuar dhe nuk kanë mbetur në kujtesë. Thjesht janë larguar. Rasti Veliajt është i veçantë jo për shkak të detyrës administrative, por për shkak të asaj çfarë Veliaj përfaqësonte politikisht në Partinë Socialiste. Ne tashmë dim që në partitë shqiptare nuk ka një numër 2, është kryetari, mund të ketë formalisht një sekretar të përgjithshëm në nën kryetar, por që janë ata që e tillë ishte edhe situata edhe në Partinë Socialiste, nuk ka një nën kryetar në Partinë Socialiste, por në perceptimin publik të gjithë shikonim Veliajin si numrin 2 të mundshëm, si pasuesin e mundshëm, se e keqja e madhe në këtë vend është që kryetarët e partive me arrogancën e tyre poshtë lë një tokë të shkret, mos rritet asgjë, është si ajo pema e madhe me hije të dëndër, nën të cilën nuk bubron asnjë bimësi tjetër. Dhe kur ne përpiqemi të kuptojmë mungesën e demokracisë brenda partive politike, ky është shkaku. Sepse në këto parti askush nuk guxon të mendojë që mund të jetë pasuesi që t'i zërë vendin këtij kryetarit. Dhe nëse dikush ka një ambicie, kjo nuk shikohet si një gjë normale, si një dinamik e demokracisë së brendshme, po shikohet me syrin e armiqësisë. U bë ky të më zëj vendin mua, unë që e kam marrë, unë që e kam mësuar, unë që e kam drejtuar e rritur politikisht e kështu me radhë. Veliaj ne shikonim si pasuesin e mundshëm të Ramës. Tani, çështja ishte kur do iki Rama që të lirohet vendi që tulet Veliaj, qoftë në karrigën e kryetarit partisë, qoftë në karrigën e kryeministrit, pasi zyra e kryetarit bashkisë së Tiranës ka qenë gjithmonë, është menduar si një trampolin për të ngjitur më lart. Dhe pas kryetarit bashkisë së Tiranës më lart është vetëm kryeministri. Veliaj nuk e kishte fshehur këtë lloj entuziazmi, le të themi, apo këtë lloj statusi të pa dekretuar, të pa zyrtarizuar, por që ja jepte vetë
ajo që ai kishte krijuar, Velia ishte një punëtor i madh politik, nuk i kishin munguar rezultatet, drejtonte politikisht qarkun më të madh të vendit, Tiranën me bashkitë që përfshinte ky qark, si në zgjedhjet vendore ashtu edhe në zgjedhjet e përgjithshme, kishte demonstruar atë angazhimin e madh me rezultate që vinin dhe që dihen, kështu që në një farë mënyrë e kishte siguruar këtë lloj statusi. Padyshim, kjo, për shkak të kësaj që unë thash pak më parë, të kësaj cmire që gjithkush mendon që froni është i imi, partia është e imja, qeveria është e imja dhe s'kush tjetër nuk jo ta guxoj, pas ta mendoj s'duhet të shkojë ndërmend. Kishte rënë në sy dhe marrëdhëniet mes Veliajt dhe Ramës ishin shndruar si ato telenovelat turke. Dhe në një farë mënyre mediat ishin shndruar në ato, ke parasysh historitë roz që gjëmojnë këto portalet, filani me filankën janë ndarë, sepse ata nuk ndiqen më në Instagram, ky ka bërë like, ky nuk i ka bërë like, ky ka fshirë fotot e kësaj që do të thotë që kjo me këtë është zënë, sepse kjo është parë me këtë tjetrin këtu. Në këtë lloj historie ishte shndruar dhe marrëdhënia Velias me Ramën. Rama shkoi në një aktivitet, Velia nuk e ftoi. Pastaj shiheshin bashkë, pastaj zgjenin Veliaj me Ramën i kanë rregulluar marrëdhëniet. Pastaj bën një fotografi para bashkisë, pastaj Rama fshi fotografinë dhe gjithë filluan të hipotezojnë që ja e ka bërë si Enveri që fshinte Kadria Zbiun. Pastaj erdhi Burgu. Dhe pastaj erdhi Burgu. Pra, ishte një marrëdhënie ngrohje ftohje, por që dëshmonte atë konfliktin e brendshëm. Duhet kuptojmë një gjë, nëse në Shqipëri do të kishte demokraci reale në partitë politike, marrëdhënia Rama-Veliaj do të ishte gjëja më normale në një parti politike. Por ne të mësuar me faktin që askush nuk duhet të mendojë të zëj vendin liderit, kjo shndrohet pastaj në atë telenovelën, kupton, disa orë transmetime sa emisione janë bërë nëpër televizionet shqiptare si ka marrëdhëniet Veliaj me Ramën, dhe në vend që të merreshim me si po punon Veliaj dhe si po punon Rama, ne merreshim a janë zënë këta me njëri tjetrin, a flasin këta me njëri tjetrin, a komunikojnë, çfarë i tha ky, çfarë mesazhi përcolli ky me këtë që tha, çfarë tha Rama që i hodhi me një spont këtë fjalinë këtij e kështu me radhë. Pra. Kjo është Unë mendoj që nëse arrestimi i një kundërshtari politik, apo i një rivali politik, apo i një politikani që nuk bën pjesë tek njerëzit e preferuar të liderit, bëhet për këtë qëllim, mendoj që lajmi më i keq këtu nuk është arrestimi, por lajmi më i keq është që arrestimi bëhet për këtë qëllim. Kështu që unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them që unë do doja që Veliaj të ishte nën arrest pikërisht sepse ato për të cilat akuzohet janë të vërteta. Dhe nuk do doja që ai të ishte nën arrest sepse një moment caktuar Rama mendoi që ky po ngrej atë klanin e vet politik brenda Partisë Socialiste, me atë grupin e deputetëve që ne tashmë i dim, me njerëzit e vet e tjerë, sepse kjo do na çonte tek pranimi afrofe një faktit që drejtësia shndrohet në një lloj përmbaruesi të interesave politike të atij që drejton ekzekutivin. Dhe ky do të ishte një lajm shumë i keq për drejtësinë dhe për ne që e shikojmë si angjëllin mbrojtës, e shikojmë si shpresën e vetme që të mund të hapim një rrugë zhvillimi dhe funksionimi të pavarur të institucioneve të shtetit. Kështu që ajo e dorëzimit, mos pranimit, mos mbrojtjes, padyshim që nuk është më një konspiracion, sepse ka ndodhur më shumë se sa një herë. E kemi parë në rastin Ametajt. Nga njeriu më i besuar, fillimisht filloi zhgradimi politik, më pas distancimi dhe në momentin kur me zotin Ametaj filloi të merret prokuroria, ky nuk përbënte më atë lajmin e madh. Dhe besoj që në mos e urdhëruar prokuroria në këtë rast ka qenë e koordinuar, në mënyrë që veprimet e saj të mos krijojnë shumë
dëme politikisht. Sepse është ndryshe, të shkoj BKH-ja dhe të nxjerrë me pranga zëvendës kryeministrin nga zyra, dhe ndryshe të arrestoj ish zëvendës kryeministrin ja 7-8 muaj pasi është lënë tërësisht atij ke cepi nën harres dhe ku askush nuk ishte marrë me të. Pra, bëhet ky zhvlerësimi politik edhe njerëzor po duam dhe pastaj prokuroria merret me të pa prodhuar shumë pasoja. Ne më shumë duhem të besojmë që ata të jenë dhe në kushtet kur nuk gjejmë dikë tjetër për ta heroizuar për çfarë ndodhte në periudhën e komunizmit. Një njeri që humbte jetën në aksident thjesht duke punuar, propaganda dhe e merrte dhe shndronte në hero sepse i duhesh një model për ta shitur në publik. Në këtë rast, në kushtet e një pezmatimi masiv të një depresioni të qytetarëve që s'kan besim ke partitë, s'kan besim ke qeveria, s'kan besim këtu, s'kan besim aty. Spakun e pam si shpresë, e pam si dritë, sepse Spaku vajti trokitin në derë, arrestoi një ministër, një deputet, një ish deputet, një ish ministër, gjë të cilën se kishte bërë asnjëherë prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm deri në ato momente. Kështu që kishte edhe një mbështetje masive nga çdo qytetar i përgjegjshëm, sado pa kënaqësi që kishim sepse pritshmëritë ishin shumë të mëdha. Ne besonim tani Spaku do të jetë një kështu, kryetari i Spaku do të jetë shoferi i autobusit që do të niset dhe do të ndaloj zyrë më zyrë, ministri më ministri dhe do mbledh gjithë korruptuarit i fus brenda t'i çojë në burg. Por kjo s'mund të ndodh. E para sepse janë konjunktura të shumta ato që ndodhin. Tjetra ishte siç ndodhi më vonë edhe konjunkturat ndërkombëtare që ngritën Spakun, e mbështetën Spakun, kishin interferuar në këto lloj interesash. Unë mendoj që më shumë se sa jemi të kënaqur apo jemi të pakënaqur në raport me Spakun, më shqetëson ajo se kush do të jetë ardhmja e këtij institucioni, deri ku do të tentoj politika tashmë të fus duart për ta kontrolluar, jo thjesht përmes emërimeve, por përmes ndryshimeve ligjore, se më mjafton diku një presje të vjet apo një presje të hiqet dhe bëhen ndryshime të mëdha. Ky është ligji. Opozita do duhej që kandidatin për Tiranën ta kishte jo gati për ta kishte në fushat, sepse ishte ajo që drejtoi luftën kundër kryetarit Bashkisë Tiranës, ato protestat e famshme që ne i mbaj mend, kërkesat për dorëheqje, kërkesat për arrestim dhe më në fund Velia ju arrestua, që më sot nesër zgjedhjet do mbaheshin në bashki. Opozita ishte ajo që akuzonte në mënyrë sistematike që është Rama që e ka inskenuar arrestimin e Veliajt sepse do ta shkatërrojë politikisht. Pra mendonte që Veliaj nuk do rikthehet më në bashki dhe as në pozicionet politike që kishte më herët. Dhe kjo nënkuptonte faktin që ata dinin që epoka Veliajt kishte mbaruar dhe Tirana do futesh në zgjedhje një ditë. Por në momentin kur Rama shpalli zgjedhjet dhe deklaroi publikisht kandidatin, opozita ishte me duart lart sepse s'kishte menduar fare për këtë çështje. Tani është e lehtë thuash që është e hallakatur, është shkatërruar etj. Opozita dilte nga 11 maj e demotivuar, pesimiste, njerëz që i largoheshin sepse 16 vjet në opozitë, në fund opozita nuk është një gjë e krijuar nga inteligjenca artificiale, janë njerëz që kanë interesa, dhe ne pam se si kundrejt një oferte njerëz të opozitës ju përgjigjen ftesave që vinin nga mazhoranca. Në kushtet kur s'kishin siguri për të fituar, kandidat potencial nga ana e Partisë Demokratike refuzuan të përgjigjeshin thirrjes për të qenë ata kandidat. Pam këtu ngurrimin e doktor Ilir Ali Mehmetit, pam ngurrimin refuzimin në absolut të Jorida Tabakut, apo sepse ishin figura të cilat supozohej që mund të garonin dhe mund të ishin potencialisht fitues. Por ka dhe një arsye tjetër shumë të madhe. Unë mendoj që kandidati për Bashkinë e Tiranës do të ishte jo thjesht dhe vetëm një figurë që do të siguronte fitoren, por edhe në mos fitoft, ai do duhet të ishte një kandidat potencial për të qenë një politikan
që po hedh hapin e madh të karrierës dhe në mos fitoft bashkinë, ky do duhet mendonte të fitoj partinë, sepse ashtu si kundër ai që garon për Bashkinë e Tiranës dhe fiton e shikon veten një shkallë më lartë në të ardhmen, edhe ai që garon nga opozita do të ishte një figurë që do demonstronte mënyrën e të bërit fushat, do krijonte lidhje me njerëzit, do shfaqte atë aftësinë e tij për të qenë një politikan karriere. Dhe ky do shikohej në një farë mënyrë, do shikohej si një pasues i mundshëm i leadershipit në Partinë Demokratike. Dhe në këtë pikë unë mendoj që Sali Berisha ka qenë i prerë, ai nuk do lejonte një figurë të tillë nga do që të vinte, kushdo që të ishte, të hidhej në ring dhe të mendonte që ky nesër mund të ishte njeriu që kur të mbaheshin zgjedhje, pra nëse ky do garonte dhe do humbte me 3%, padyshim nuk do ishte fitues, por ama do duhej konsideruar seriozisht brenda grupimit politik opozitar si një njerëz që mund ta udhëhiqte Partinë Demokratike nesër në zgjedhje, sepse arriti një rezultat shumë të mirë në këto. Dhe në këtë pikë unë mendoj që janë përjashtuar të gjithë dhe Sali Berisha nuk ka dashur që këto zgjedhje në mos prodhofshin kryetarin e bashkisë, të mos prodhonin një figurë politike të konsiderueshme, sepse sot në PD nuk drejton dot gishtin. Kush mund të jetë njeriu, sepse as ata vetë nuk e mendojnë dot. Sepse aty është e padiskutueshme, siç folëm pak më parë për PS-n. Ktu është edhe mëzi gjendja. Askush nuk mendon dot që mund të jetë ai lideri i ardhmes. Dhe në këtë pikë, diktuar edhe nga nevoja për të bërë një koalicion të gjerë, sepse vota opozitariste duhet grumbullohej në një hing të vetme, sepse 11 maj tregoi që kur kjo ndahet në 5-6 fraksione, 70.000 vota prodhuan vetëm një deputet. Pra do duhet bëhej një koalicion. Dhe ky koalicioni kishte kushtëzuar që ne nuk duam një nga Partia Demokratike, në këtë pikë i shkonte edhe për shtat Partisë Demokratike sepse aty njerëzit ngurronin, aty vet lideri nuk donte që të kishte të fabrikonte një lider të ri dhe u shkua tek një zgjidhje që u pa thjesht si zgjidhje. Padyshim, kandidati që është hedhur në garë është një djalë i mirë, ka një reputacion absolutisht pozitiv, nuk ka një të shkuar politike, nuk ka një gjë që të mund të akuzosh që ke vjedhur një moll apo një vezë, por zgjedhjet në Tiranë janë thellësisht politike, edhe pse janë vendore, ato janë thellësisht politike pikërisht për arsyen që unë thash, që ato shikohen si pararoj e lëvizjeve politike në Partinë Demokratike. Nga bashkia ka kalu Edi Rama, nga bashkia ka kalu Lulzim Basha, nga bashkia kaloi Erjon Veliaj. Pra gjithkush që shkon në bashki ka të tjera pretendime, jo thjesht dhe vetëm administrative, por mbi gjitha politike. Kështu që në këto kushte besoj që opozita ka bërë një zgjedhje të detyrueshme për të kryer punë, nisur nga fakti që tashmë i mbetet vetëm një mandat më shumë se një vit, por kandidati që do dalë nga këto zgjedhje do të jetë padyshim edhe kandidati në zgjedhjet e rregullta të 2027-s.